Qeveria ka miratuar sot amnistin penale pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Ministri i Drejtësisë Besport Lamallari ka deklaruar se 447 persona përfitojnë lirim të menjëhershëm nga burgu dhe 853 të tjerë ulje dënimi. Mes tyre ka gra të mitur dhe shtetas të huaj. Nga të dhënat më të fundit të raportuar me delërinë e përgjithshme të bugjeve, shërbimin e provës, si dhe prokurimin e përgjithshme, rezulton se plot 447 persona përfitojnë lirim të menjëhershëm dhe 853 të tjerë ulje dënimi. Ndërkohë, nga shërbimi i provës, amnistohen 5077 të dënuar me masa alternative. Për më tepër, duke filluar nga viti 2024, pushohet ndjekja penale për plot 14.000 procedime për vepra të lehta. Përveç se një akt i qartë human dhe një mundësi e dytë për rehabilitim dhe reintegrim, ky është një hap konkret që ul presionin e popullimit të bugjeve dhe për të fokusuar drejtësinë aty ku rreziku shoqëror është real. Nuk bëhet fjalë për tolerancën e krimit, por për një qasje të matur që synon reintegrimin dhe përdorimin më efikas të drejtësisë penale, teksa ne po punojmë fort për të ulur përdorimin e panevojshëm të paraburgimit në përputhje me shqetësimet e drejta të ngritura nga Këshilli i Evropës, si dhe në raport me standardet evropiane. Lamallari deklaroi se subjektet e prokurorisë dhe gjykatës së posaçme për korrupsion dhe krimin organizuar nuk përfitojnë nga kjo amnisti. Objektivi ynë ambicioz është të kemi një sistem që ditë ndëshkoj fort kur duhet, por edhe të jap një shans për të rikthyer në shoqëri. Drejtësia nuk është vetëm dëshkim, por edhe një mundësi e dytë e drejtuar nga humanizmi dhe rehabilitimi. Falenderoj të gjithë institucionet që kontribuan në këtë proces dhe pres që Parlamenti ta shqyrtojë projektligjin sa më parë, në mënyrë që efektet pozitive të amnistisë të ndihen nga mira familje shqiptare. Faleminderit. Burra që deri në 31 dhjetor 2025 janë dënuar me vendim të formës së prerë apo u ka mbetur dhe 3 vite burg dhe vendimi ka marrë formë të prerë dhe gra që janë dënuar me 4 vite burg me vendim të formës së prerë deri në fund të vitit kaluar me përjashtim të disa kategorive të veprave penale do të lirohen menjëherë nëse kuvendi do t'i jap dritën jeshile amnistisë. Duke përjashtuar të gjithë të dënuarit për një sër veprash penale, do të lirohen gjithashtu të gjitha gratë që në momentin kur hyn ligji në fuqi kanë mbushur 50 vjeç apo burrat mbi 60 vjeç apo dhe të dënuarit të rinj, të cilët në kohën e kryerjes së veprës penale kanë qenë 18 vjeç ose më të vegjël. Përjashtohen si përfitues të kësaj amnistie penale përveç uljes me 1 vit apo 1 vit e gjysmë të dënimit të gjithë të dënuarit për vepra të rënda penale. Janë plot 19 kategori të tilla, duke filluar nga krimet kundër njerëzimit, krime kundër jetës, krime seksuale, vepra kundër fëmijëve, veprat penale që prekin zgjedhjet e lira, bandat e armatosura dhe organizata kriminale, si dhe veprat e korrupsionit.